Kampionati shqiptar i futbollit rikthehet me ndeshje javës së tretë pas ndeshjeve kombëtarëve të njëjtën në orën 20. Vllaznia luan në transfer ku do përbahet me Ignatian kryesuese, trajneri Tomas Berdaic e di rëndësinë e kësaj ndeshje, por u shpreh objektiv mbeten 3 pikët. We want to face tomorrow Ignatia. Nesër është një sfidë e mirë, një sfidë e fortë kundër ekipit që është kampion dhe kundër një ekipit që mund të themi është nga më të mirë në kampionatin shqiptar, por ashtu një trajner me eksperiencë që po ashtu ka bërë mirë vjet e fundit në Shqipëri, dhe mezi po presin të përballena kundër atyre në një mënyrë sa më të mirë. Situata është që vim nga një periudhë rikuperimit, prandaj nesër e dim se është një sfidë shumë e rëndësishme dhe duhet të jena 100% të fokusuar dhe gati. Normal duhet mendojmë për Final Four-in, por ka shumë ndeshje edhe që lojtarët mund të arrijnë kapin në ritmin më të mirë për ato ndeshje që kanë me. Nesër objektivi është që të kapim 3 pikë dhe do të arrijmë bëjmë më të mirën për të marrë këtë objektiv, por siç e dini në futboll profesionist, lojtarët duhet vrapojnë, të luajnë dhe të jenë sa më të vëmendshëm për gjatë komplet 90 minutë nëse do të arrijnë kapin këto objektiva dhe për këtë shkojmë deri nesër atje. Siç e dini kishim pak periudhë pushim, kena bërë mjaft mbledhje, mjaft stërvitje, mjaft analiza ku ekipi jetë sa më i përqendruar. Po ashtu duke filluar nga trajnerët dhe gjithë lojtarët kena uri për fitoren nesër. Pas 30 javësh kampionat, Vllaznia mban vendin e tretë me 50 pikë, 4 më pak se Ignatia kryesuese.